Përshëndetje miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Çfarë surprize do të ndodhë midis jush për festën e bukur të Shën Valentinit? Pra, do të bëhet një surprizë e bukur për ju për këtë festë të Shën Valentinit? Si këtë do ta zbulojmë me anë të letrave tarot. Disi është pak i mërzitur dhe me mendime pak i stresuar, ty të shikon si një yll i bukur polar. Të shikon si kjo princesh e monedhës, një femër të përkryer, të mrekullueshme. Do të bëj një surprizë që ju nuk e prisni. Një surprizë që do t'ju befasoj, sepse ju jeni dyzuar në këtë histori dashurie, por i prisni intuitës së brendshme dhe i qeni fashën që keni të syt. Ky person po lufton fort brenda vetes tij, me botën e tij të brendshme, për ty, për mbretëreshën e shkopive. Këtë femër intelekte, të dashur, që i fal dashuri pa asnjë lloj kompromisi, që i fal dashuri pa kushte. Ky është një person shumë human, është një person që juve ju sjell bollëk shpirtëror, ju sjell bollëk financiar, jeni në një lidhje të fshehtë dhe hëna ju mbron. Ky lajm, kjo surprizë e mrekullueshme do të ndodhi tek ju. Dhe pse ky është i lënduar, dhe pse ky ka mendime negative, ty të shikon si një yll polar. Jeni femra e tij, sultanesha e tij, femra e tij e fshehtë. Pra, nesër ju do të keni një surprizë që do t'ju befasoj, do t'ju lumturoj. Do të marrim dhe një mesazh të orakullit të dashurisë. Çfarë thot orakuli i dashurisë për ditën e nesërme? Jeni femra e tij e ndriçuar. Do të bëj shumë shpejt një surprizë. Mund të jetë dhe një surprizë udhëtimi. Bollëk. Do t'ju vi një bollëk i madh, si kjo ujvar. Bollëk i madh shpirtëror dhe bollëk i madh financiar. Do t'ju surprizoj, do t'ju surprizoj me këtë lajm të mrekullueshëm. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm, me gërmën M, me gërmën O, me gërmën V, P, B, gërmën S, gërmën Sh, E, gërmën J, gërmën G, Z, K dhe gërmën I. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë. Me dashin, me ligjëreshën, me shigjetari, me luani, me dashin, me gakrepi, ujori dhe me peshoren. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot. Nëse dëshironi, mund të më bëni dhe thank you një zemër poshtë videos, për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura dhe pozitive. Faleminderit shumë.